Gjesti, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Jozit, i cili duket i qetë, por në të njëjtën kohë i përqendruar tek fjalët e tij. Ai e sheh në sy dhe, duke tundur kokën, fillon të flasë me një ton provokues. Jozi, seriozisht ti ende nuk e ke kuptuar? Loredana po të përdor për lojë dhe ti as që e ke vënë re. Ajo është shumë më e zgjuar se ty, e di saktësisht çfarë po bën dhe si ta luaj këtë lojë. Ti je thjesht një kukull në duart e saj. Jozi e ngushton shikimin dhe tund kokën, duke buzëqeshur me përçmim. Gjesti, ti flet shumë, por më duket se nuk e di çfarë po thua. Loredana nuk është duke më përdorur për asgjë, ne jemi thjesht mirë bashkë. Gjesti qesh me ironi dhe i afrohet edhe më shumë. Po, sigurisht, ashtu mendon ti. Po të pyes, pse mendon se ajo gjithmonë luan me ndjenjat e tua? Një ditë të afron, ditën tjetër të shtyn larg. Ajo e di që ti je i dobët për të dhe po e shfrytëzon këtë në avantazhin e saj. Jozi bëhet më serioz dhe ja kthen me një ton më të ashpër. Gjesti, unë nuk jam budalla, e di shumë mirë se çfarë po bëj. Mos u mundo të më mbushësh mendjen me lojrat e tua. Unë e njoh Loredanën më mirë se ti. Gjesti tund kokën dhe buzëqesh sërish. Po pra, ky është problemi. Ti mendon se e njeh, por në fakt je verbuar nga ajo. Loredana është më e zgjuar se ty, ajo e di si ta manipuloj situatën dhe të bëj të dukesh si një i padobishëm. Dhe, për ta thënë hapur, ti po e lejon këtë, sepse je një budalla i mirëfill. Jozi shtrëngon nofullën dhe bën një hap përpara, duke i bërë të qartë se nuk i pëlqen as pak kjo bisedë. Tensioni midis tyre rritet dhe është e qartë se ky debat mund të shpërthejë në diçka më të madhe. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin vështrime drejt tyre, duke e ndjerë se situata mund të dalë jashtë kontrollit.